një libër për organizimin e solidaritetit mbar shqiptar nga LDK në kohën e satrapit Milošević e ka emërtuar recensionin e tij Bedri Xhema. Autori këtë libër e ka përpiluar në bazë të dokumentacionit të komisioneve të solidaritetit të formuara në atë kohë. Ai ka arritur që këto dokumente të ruajë të padëmtuara gjatë kohës së luftës deri më tani. Me publikimin e këtij libri, autori pretendon të gëzojë të drejtën e publikimit të këtyre dokumenteve që i trajton si arkiv personale. Në vitin 1990, për shqiptarët e Kosovës kishin ardhur kohë të vështira, nga se Serbia kishte suspenduar të gjitha organet shtetërore të Kosovës dhe kishte vendosur masa të dhënshme në të ndërmarrjet publike e shtetërore të vendit. Sipas këtyre masave filloi edhe dëbimi i punëtorëve shqiptar nga puna dhe në vend të tyre emëroheshin serbët e Kosovës, ata nga Serbia, nga Kroacia e tjerë. Kjo gjendje e rrezikoi ekzistencën e shumicës së shqiptarëve nga burimi ekzistencial i të ardhrave personale të realizuara nga puna e tyre në këto ndërmarrje. Andaj në tërë Kosovën si dhe në Voshtrel me rrethin në udhëheqjen e LDK-s. Në gusht të vitit 1990 i kishte hyrë organizimit të solidaritetit në të gjitha aktivet dhe në ndegjet e LDK-s, si dhe në fshatra e në qytet, për të grumbulluar dhe shpërndar ndihma solidare për qytetarët në nevojë. Ky aksion solidar kishte hasur në përkrahje gjithpopullore kudo në trojet shqiptare dhe në një mënyrë apo në një tjetër bënin një lloj gare se kush më shumë do të ndihmoj popullin shqiptar të Kosovës. Në këtë kohë nuk kishte dallime në krahina apo fe apo të përcaktimit politik, por të gjithë ishin të bashkuar rreth doktor Ibrahim Rukovës si kryetar i Lidhjes Demokratike të Kosovës, ku zbatoheshin të gjitha udhëzimet pa asnjë hezitim. Ndihma solidare filluan të ndërrinë në Kosovë nga mërgjimtarët që jetonin në botën e jashtme e që tani nën presionin, torturat, burgimet, përndjekjet, vrasjet, shumë shqiptarë mërguan në Europë e Gjetiju dhe arrinin tani ndihma solidare. Në Vushtre, në rrethin, u formua Komisioni i Solidaritetit në krye të cilit u emërua Ganilahu, antar i kryesisë së degës së LDK-s, ekonomist i diplomuar që kishte një përvojë të gjatë në lëmin e ekonomisë, ndërsa antar u zgjodhen Isak Maxhuni arsimtar dhe Abdullah Zhegrova ekonomist, që komisionit ju bashkuan edhe kryetarët e nëndegve të qyteteve Recep Krasniqi e Muharrem Zaiti. Ky aksion i solidaritetit për grumbullimin dhe shpërndarjen e ndihmave filloi në gjysmën e dytë të muajit gusht të